Përshëndetje. Për ata që s'me njohin, dua të bëj një prezantim të shkurt. Jam Nezmedin Berisha, ish luftetar i UÇK-s pranë shtabit regional 1000 Hasi dhe brigadës 126 Hasi, njëkohësisht edhe antar i logjistikës në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Nezmedin Berisha nga Rrogova e Hasit. Arsyeja se do të flas në një intervistë sot është rreth ngjarjes së 14 dhjetorit 1998 dhe disa ngjarjeve tjera pora dhe mas ngjarje rreth zhvillimeve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës në rajonin e Hasit. Kanë kaluar më shumë se 26 vite, gati po bëhen 27 vite, ka trumbetime, ka shtrembrime të vërtetës, ka lloj shpifje nga akterë që s'kanë qenë në rajon dhe flasin jashtë përgjegjësive dhe kompetencave të luftës dhe zhvillimeve të tyre në rajonin e Hasit. Unë dua ta bëj fillimisht një përshkrim të ngjarjeve, shkurtimisht të ngjarjeve të luftës në Has. Rajoni Hasit i ka pas grupet e para qysh në ilegale, para daljes publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës në skenë. Duke fillu nga Xhevdet Thaçi, Qen Qenej, Dëshmor, Zeqir Peraj, është vazhduar shtretnjasia me Bislim Muçajn, Zenun Qoçaj Dëshmor, Haxhi Hoti Dëshmor, unë Nezmedin Berisha, Gasper Karaçi, Aslan Berisha, e plot dëshmor tjerë si Shërpi Thaçi, Skënder Hameli, që s'po du gjërësisht mos xhenun to, po du me bëni njoftim që Hasi e ka pas gurilën e parë, edhe me atë gurile ka vazhdu detyrat dhe përgjegjësitë në kuadrat e hierarkisë së lartë ushtarake të UÇK-s, duke arritë edhe qysh herët ta formojmë shtabin 1000, krahas shtabit 500 të Anadrinis, direkt të lidhën me shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Këto përgjegjësi dhe detyra i kemi kryer ndershmërisht, komplet me këta shok që shumicën i kemi dëshmor të kombit, po dhe këta të pak që jemi gjallë, jemi akter do thotë që duhet me rujt vërtetën edhe pastërtinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kanë fillu detyrat e përgjegjësit për luftën, secili hasion që ka pas përgjegjësi në strukturë të UÇK-s, nuk i kanë ndihmu UÇK-s, ka pas përgjegjësi kalimin edhe sigurimin e kufinit me njësitë gjitha zonave operative. Kjo punë është kryer shumë dëshmërisht, shumë trimërisht edhe shumë mënyrë fisnike deri në përfundimin e luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është thonë në shumë raste nga njerëz që nuk ja dojnë të mirën luftës, që vazhdimisht kanë trumbetu që jo në qitin prit, jo shkun kështu, jo shkun kështu, jo nga akterët, po nga njerëz anash që kanë përfitu jashtëligjshëm në dobi të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në dobi të luftës. Ne sot jemi këtu të informojmë sakt edhe drejt opinionin publik. Në regionin e Hasit as kujt nuk i takon të trumbetoj edhe të tregoj ngjarje lufte. Në regionin e Hasit, regioni i Hasit i ka djemtë edhe këta që kanë me gjallë për hallet plagosin, i ka djemtë që bashkë me strukturat e larta të UÇK-s i kanë dëshënuar të argumentuar çdo ngjarje që ka ndodhur në vijën e kufirit edhe në komplet në tërësi në regionin e Hasit. Sepse pa hasion asnjë shërbim nuk është kryer, sepse kemi pas përgjegjësia, kemi pas obligim moral e kombëtar me kry shërbimet karshi strukturave dhe hierarkisë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Çdo ngjarje
çdo kalim kufini nuk ka asnjë rrugë që nuk është vrarë një hasion më i miri, tu ju prin në sigurim territorit të përgjësia kufinit e konë fjallë. Ka pas në për çdo zhvillime akterë që kanë deklaru rreshëm, kanë përfitu rreshëm, kanë kriju amulli për qarje nxitjet ndryshme tek familjarët, mirë po deri tani për hir të luftës ma shumë kemi qëndruar të heshtur, nuk kemi desht të arrujmë, kemi desht thjesht të arrujmë pasërtin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të lartësojmë gjakun e atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës, dhe mos krijojmë sa në të këqija të lomër ato të familje që i kanë dhënë më dashnë në detyrën për çit liri që po akzojmë. Mirë po edhe pas 27 vite, fatkeqësisht këto po vazhdojnë. Rasti më i freskët është me datën 14 dhjetor të vitit 2025, gjatë shënimit të përkujtimit të datës së 14 dhjetorit, të vederës e lavdishme të 14 dhjetorit, pas përfundimit të ceremonisë së përkujtimit aty, vjen një rritje vjekes për ta, që ka rënë në atë nivel, masit kryhet përfundimi, masit zhvendosin një pjesë e madhe me vazhdu tutje për përkujtimin që ka pas edhe 2-3 raste tjera me vazhdu gjatë ditës përkujtimin për atë ditë, me emën Bajram Bekteshi nga Samadroxha e Suarekës, edhe jep intervist para 60 vetëve aty të vendin ngjarjes tek lapidari. Nuk i njohum ata që e kanë intervistuar, personalisht nuk i njoh. Edhe gjatë atij deklarimi, ai nuk ka qenë prezent as akteri i betejës së 14 dhjetorit 1998, edhe nuk din as ngjarjet, as si është zhvilluar aty, as si është udhëheqja e operacion, as nuk e din kush ka rro, kush ka hy plagosën, kush ka... Po i bën do deklarime tendencioze, që janë nxitëse, përqarëse dhe shumë të këqija, spori për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për njerëz që kanë derdhur gjakun aty, edhe sfundi për familjarët, po edhe për krahinën e Hasit, do thotë komplet si krahin në lëndon, sepse aty kemi pas djemt më të mirë që i kanë prej atij marshi. Për rojët ati grupi, njerëz me përgjësi pranë shtabit përgjithshëm të logjistikës, edhe brigadës 126 Hasi, kanë qenë qenaj, që ka dhonë gjak, e ka dhonë jetën aty, e prori tjetër Bislim Muçaj, që ka pas thuja tërësisht krahën e këputën aty për gjakun e sakatun, unë Nezmedin Berisha në shtu i plagosën rëmë, edhe disa tjerë që kanë të grupi parojës kanë marrë plagë të ronda, e ai pa pik turpi, pa fije morët, Bajram Bekteshi deklaron që 30 që e parojës i kanë lënë forcat armike të hynë lirshëm në Kosovë. Gjatë që nuk qëndron kjo është thëmë tepër e turshme, tepër e ullë për lavdinë dhe madhështinë e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse aty grupi pari për rojës është sulmu i pari prej forcave armike, jenë godit forcat armike me mundësi që i kemi pas në aty, plagosën edhe me disa shokë gjallë, me e prorët Mahera Sani, komandant Drini e Kremre,